Në Korçë do të organizohet për herë të parë festivali ndërkombëtar i bandave frymore. Në një konferencë për shtyp, organizatorët zbuluan detajet e këtij eventi, që pritet të sjellë për 3 ditë me radhë në qytetin juglindor tingujt e muzikës frymore nga artistë vendas dhe të huaj. Në këtë edicion të parë, do të bëhen bashkë mbi 150 pjesëmarrës nga Shqipëria, Kosova, Kroacia, Italia dhe Greqia, ndërsa programi përfshin koncerte, ekspozita, marshime në rrugët e qytetit dhe masterklase me mjeshtër të instrumentave frymor. Ky aktivitet, ky festival i madh do të jetë një brand për qytetin e Korçës. Jo pa qëllim mbahet në Korçë, sepse dihet që orkestrat frymore janë pjesë e identitetit ton si Korçë, por dhe të gjithë Shqipërisë. Ky festival vetvete është pak më i gjerë, shumë dimensional në fushën e artit, pasi përbën në mesin e tij ka masterklaset, duke i afruar gjithë të rinj. Për nënkryetaren Benila Themeli, kjo nismë vjen si një mundësi e re për promovimin e turizmit dhe për pasurimin e kalendarit kulturor. Për drejtorin artistik Ilir Kokdhima, festivalet të tilla mbeten të rëndësishme jo vetëm për artistët, por edhe për brezat e rinj. Festivali do të kulmojë me një koncert të madh në sheshin qendror të qytetit, 25 tetor, ku të gjithë bandat pjesëmarrëse do të interpretojnë së bashku.